mundësia këtu, super! Ozdan! Çfarë pritje tjetër? Çam goditja Baftiut. Nuk ka rrezik përsëri Blendi Baftiu, sa afër. Pritje fantastike Ahmet Ozdan. Metot 3-0. Edhe një herë tjetër tenktimi Baftiut këtu. Mirë po Sondej nuk po ja del që të shënoj në këtë edicion. Nuk do tjetë ai, goditja që gjithsesi vjen pret Ozdan. Zylfiu. Edhe njerë kemi Zylfiu, goditja me kokë pret Ozdan. Pasimi i gjatë për para Hasan Hyseni, çfarë mundësie për vendoset Hyseni, intervenon. Pra që të shohim goditje direkte drejt port. Avanson para Jarovic. Përsëri qiku sa mirë Gjiliani me këtë rast dhe mundësia tani. Ozdan provon për Albin Krasniqin, mundësia këtu. Intervenon Nukic Roziku. Dopi tek Erion Sadriu, goditja mbi port. Ka pritur Ozdan. Krasniqi, lirohet Krasniqi, pasimi aty për Leo Kryeziun, Krasniqi, goditja dhe më të lartë të kërcim më mysafirët, goditja aty nga Gashjali të Januzi. Tani një topi rrezikshëm në zonë, shohim goditja Baftiut, super pritje. Mundësia tani, Albin Krasniqi fenomenal, Albin Krasniqi goditja. Ozdan. Salifu, pasimi mirë për Tushën, nga distanca Tusha. Teksa ky ishte rasti më hershëm i Aliut. Hasan Hyseni, goditja ti, intervenon. Portieri Ozdan. Pasimi për Aliun, kjo më të rrezikshme. Aliu pret Ozdan. Çfarë rasti për Malishevën. 3 minutës së parë për skuadrën Suarekës që mund të dënohet tani. Goditja. Timi, topin o zonë Jarovic. Taipi me këtë goditje. Pret Ozdan. Testojnë mirë po loja do vijoj. Topi tek Yll Hoxha. Pasimi gjatë perfekti po të realizonte në këtë moment Akin Bulle. Mirë po Sondej nuk po ja del që të shënoj në këtë. Pasimi ti drejt zonës shansi këtu. A do të kemi gol jo? Mes fush. Mundësi për Niklin këtu. Ozdan intervenon. Tjetër aksioni mysafirëve, lëvizje shumë e mirë, goditja pret Ozdan, goditja e parë. Niset Baftiu, goditja dhe Ozdan intervenon. Çfarë mundësie lëshon këtu. Rigon Lukic. Vjen arkimi nga Ramiz Bytyqi, shumë e rrezikshëm, mundësia këtu, super pritje Ozdan. Kthen topin brava, shansi këtu Armenca, që vjen goditja nga distanca, këtër pret Ozdan. Me Albion planin I cili së shpejti do të rikthehet në lojë. Dhe çfarë gabimi tani aty, por del Ozdan del. Para e vendësve, Zekolli shpejt. Zekolli, platson goditjen, intervenon Ozdan. Bytyqi. Bukur driblimi Bytyqi, Islami tani mundësia për Prishtinën, vjen kjo goditje. Në shtullën e dytë Krasniqi, rasti tani super pritje. Intervenim fan. Ja e kemi tani Rudolf Turkaj me ndërhyrje në Sondej, Adi Tungjin lejoj për parësigen Snuza. Tani një mundësi tjetër, topi tek Abdin Abdul vjen goditja ti pret Ozdan, nuk ka gol. Ne Albin Krasniqit, autostrad, dribloj lejtarët një pas një, por në fund Ozdan I blokoj portën. Tjetër intervenim më Bresli. Shohem edhe një herë tjetër, pritjet e Ozdan, pak qasë më parë.
Fillimisht kjo është e pritja e parë, pastaj ky është intervenim. Shohim edhe një herë tentimin e Armen Taçit. Intervenoi këtë herë Ozdan. Ja tani e Lezaj me këto goditje. Për aty Ozdogan. Intervenimi mirë. E portierit turk Granit Lezaj që një tjetër ndërhyrje nga Ozdogan. Shohim këtë tentim nga distanca, tupi është devijuar dhe majtë Komutov, situatë rrezikshme. Berisha vazhdon aksioni, goditja e fuqishme aty nga Ilir Sylla dhe intervenimi i bukur nga portieri Ozdogan. 72 minuta lojë, më njëherë ka mundur Dugagjini të rikthehet, vetëm 3 minuta. Çanaverni Peci. Mundësia këtu Lulzim Peci, çfarë goditje! Intervenon për mrekulli Ozdan. E kanë gjallë lojën e lapit me inkuadrimin e tij Lulzim Peci. Bordën. Janë sinalizimi. Goditja e kurtajt. Intervenon Ozdan. Korner në fund, minuta 57. Rasti i parë në pjesën e dytë për Ferizajin. E shohim edhe një herë tjetër, gjuajtjen e kurtajt dhe intervenimin e Topin parash Kqiku, tani Thashi, vjen arkimi i tij drejt Jarović, kjo goditje. Super intervenim nga Ahmet Ozdan. Mbetet në lojë Suareka. Ishte Oltjon Bilealli në fakt ai që gjuajti. Jarović. Salio e tani e provon goditjen dhe intervenimi i bukur i portierit Ozdogan. Rasti i parë për Prishtinën. Kjo goditje shumë e mirë nga distanca. Edhe njerë, Getrit Saliu shumë mirë e merr topin. E më pas për Vitor Hugo, goditja nga distanca Hugo. Doket se ka prek këtu pak topi edhe shtyllën, intervenim nga Ojtun Ozdogan, korner për skuadrën dhe Dugagjinit, të njerë goditja e rrezikshme, po fati madh këtu për Suarekën, mundësia e parë serioze për skuadrën. Oku tani, pasimi në qendër, rasti për Ballkani, një gol i tretë në horizont Sunday. Super pritje. Briljant këtu Ozdan. Suareka mbetet gjallë për të luftuar në vazhdim. Dhe meritat për këtë gjë i ka portieri turk, i cili shpëton një gol të sigurt. Pritje refleksive fantastike. Na do tjetë ky një moment zgjimi për skuadrën e Merlakun. Merlako, Morina dhe shtylla. Çfarë mundësie për Dugagjin. Grushton topin aty Ozdogan. Goditja nga distanca. Ozdogan, jo që i sigurt këtë. krosimi është i lartë, i sigurt në ndërhyrje. Ozdogan. Shlirim Avdullin nga këndi. Arkimi është i lartë, shumë i lartë, intervenon Ozdan, do të kemi korner tjetër. 5 me kornera. Ja dhe devimi. Këta i Galapeni avancon para. Fenomenal topin Ozdan. Intervenon Ozdan, por Oziku nuk ka kaluar, vjen temtimi. Gnapi. Luat shkurt me Salihun.
Vjen arkimi drejt zonës tani Ozdan ka grushtuar për ta larguar rrezikun. Rik Boshnjaku. 4 minuta shtesë, grushton Ozdan. Lulzim Beci. Vjen ky arkimi i tij perfekt në zonë, por rosh. Kimi lart, pa të lashe për Ozdan. Në 10 minutat e fundit të kohës së rregullt. Arkimi i lartë, shumë i lartë, Ozdan e grushton. Kavtiu përsëri pranë topit. Vjen arkimi i tij drejt zonës, Ozdan ka grushtuar mundësia për llapin. Nuk se dikur ky portier është pjesë edhe e Fenerbahçes. Jakub. Dysmoshi i parë kaloi tashmë. Kushton topin. Yzdo. Vjen sinjalizimi Saliu, një arkim i tij drejt zonës. Grushton. Shohim edhe një herë Gallapeni. E më pas timtimi Gnapit me të majtën dëshje për Ferizajn. Tjetër Krosem intervenon edhe një herë Yzdogan. Mosi shumë e mirë ishte kjo që Prishtina të krijonte e përsin. Ajvazi. Ozdogan. Boshnjaku nga vllaznia e Shkodrës. Erdhe tek Suareka për të bërë riktimin e madh në futbollin tonë. Si jashtë loje. Tjetë rast për Ballkanin, Ozdan del në kohë dhe sakt. Këthen prapa tek portieri Yzdogan. Bukur pasimi Kodrës për me mollën prapa. Ozdan. Kodra. E shmanget për mrekulli Salifut. Pasimi Gjylani. Por në pas e kontrollon situatën në mbrojtje Kodra. Dhe këtyr topin për portierin Ozdan. Të bëj edhe disa blerje në merkaton verore. Shpenzoj para për të marrë Elmando Gjinin dhe Geralp Smajlin nga kategoria. Depërtoj Arjanit Hasani, duhet të përmirësoj regjia nga zëvjetari me numër 24 është Arjanit Hasani. Të ndeshjeve të fundit ka startuar Gentrit Halili nga minuta e parë.